Kurti I cili abstenoj, që abstenoj, kur vjen puna që okej, nëse ti je kundër, atëherë hajta hidheni. Ti qëndron pushtet, hidheni këtë dhe kthehet jeta në normalitet. Thaçet e tjerë lirohen dhe kthehen në normalitet. Thaçet ka thonë s'do kthehet në politikë, kështu që po prapë është kundërshtuar nga politikisht, Kurti kishte themi të drejtën morale për thënë që unë kam qenë kundër dhe nëse ka të tjerë që mund të votojnë, hajde ta votojmë. Por aty nuk ka sinqeritet në qasjen ndaj krahut të luftës. Dhe kjo duket e qartë, edhe në mbështetjen me avokat, me financa, me gjitha çështjet e tjera, në qoftë se Kroacia dhe disa vende tjera kanë financuar dhe kanë mbështetur liderët e tyre politik, pavarësisht akuzave, Kosova është mbrapa në këtë çështje, përkundër se ka patur heshtje. Jo, Kosova s'ka pagu legët e avokatëve. As para për avokatët s'ka pagu. Dhe kërkesave të tyre për mbrojtje, për të paktën për pjesën ku atakohet UÇK dhe imazhi I Kosovës, qeveria e Kosovës, parlamenti dhe presidenca duhet ishin aktive dhe nuk duhet prisin që të lëshoshin sinjale nga Tirana apo nga vendet tjera apo nga diaspora. Duhet vetë ata ta bënë këtë gjë. E dyta duket që politikisht atij intereson që ata të jenë duar lidhur aty ku janë dhe të merret me këtë pjesën tjetër me një opozitë që për cilën ne flasim, që është amorfe dhe nuk po gjen dot rrugën, ka humbur rrugën e borë, si thohet në Kosovë. Nuk po gjen dot rrugën e daljes dhe nëse do ishte që të kthehet Thaçi teorikisht, ne kemi rikthimin e zotit Haradinaj, I cili doli triumfator nga Haga, por politikisht nuk arriti do të rritet aq sa duhet të rritej. Pra, nuk është e thënë që të vinë ato nga Haga dhe mund të ketë një rritje politike. Problemi është shumë më I thellë se sa kaq dhe kur Kosova dhe vetë zoti Thaçi ndërmori iniciativën dhe kam përshtypjen ke qenë deputet atëherë, kur ndërmori iniciativën për të ndryshuar, për ta shkrirë gjykatën e Hagës, madje I dërgoi një letër presidentit amerikan dhe përgjigjja ishte që ju erdhi ambasadori amerikan në parlament dhe tha ju po na ngulin një thik mas shpine dhe nuk u lejua. Tani janë disa çështje që janë përtej Kosovës dhe pikpyetja është, a ju intereson edhe atyre që janë në Hag sot që kjo të mbyllet me vendim politik, apo ju intereson që kjo mbështetje, kjo mbrojtje që po ju bëhet me James Rubin dhe të tjerë, mund të çojnë në një pafajësi, marrin një pafajësie nga ajo gjykatë, të cilën ne e paragjykojmë dhe gjykojmë dhe mund të kemi shumë arsye për gjykuar. Jo, ne po e gjykojmë, jo paragjykojmë, po flasim për fakte. Arben, nëse është e vërtet ajo që tha Thaçi në seancën para pak ditë më parë, që ky prokuror I çështjes që ka fshehur dhe si gardian burgu dhe I ka dëgjuar këta, I ka përgjuar këta në Sheli. Dhe ky pastaj shfaqet si prokuror dhe I akuzon për kërcënim dëshmitarësh apo prirje dëshmisë e tjerë. Këtu pastaj flasim që nëse është e vërtetë tash, ajo që thot Thaçi dhe ai deri diku e pranoi prokurori, po jo kam qenë aty, po nuk kam qenë etj. Nuk po flasim pastaj që është nuk po hyj në labirintin e gjithë paragjykim. Mund të diskutojë shumë gjatë. Për mua më mirë do të ishte që në fund të procesit këta të fitojnë pavarësinë. Sigurisht. Edhe të themi pa mundën dot me një proces I cili duket I kjo është një pikpyetje sepse tani stisur pak janë imediate. Ka dalë në skenë edhe një përplasje europiane amerikane lidhur me këtë gjykatë. Dhe unë nuk e di se sa politike dhe sa presion politik po ushtrohet dhe do të ushtrohet në vijim nga të dy anët dhe sa do të jenë në gjendje ata gjyqtarë dhe prokuror, të cilët unë po I ndiqja sot, po ndiqja përgjigjet e James Rubin dhe ato pyetjet me detaje aq ordinere, për shembull, që si ishin fare pjesë e procesit, vërtet të bëjnë nervoz. Çfarë duhet të pyesësh ti James Rubin se a fliste Adem Demaçi me një komandant të zonës e tjerë, a duhet ta dinte James Rubin atje në Washington që ky po fliste me Sokol Ballën apo jo. Pra, I gjithë proces më duket një monstruozitet I madh dhe kam drojen të shoh se si do të vijojë më tutje, sepse në bazë të agjendës që kanë kjo gjykatë deri në dhjetor mbyllet themi të gjitha diskutimet e mbrojtjes, dëshmitarëve, dhe prej në dhjetor e tutje do të jetë faza më delikate. Por mos harrojmë, në dhjetor kemi kaluar zgjedhjet lokale në Kosovë, kemi rezultatet e para dhe do të kemi sigurisht e përmendi zoti Abazi që do të kemi një
hapje drejt zgjedhjeve të parakoshme. Nuk ka rrugë tjetër për pa ndryshuar këtë lloj qeverie. Vetëm ka një problem, zgjedhje parakoshme, po duket si po i kërkon dhe vet Albin Kurti. Po të shikojmë me këtë ndërhyrje temi brutale, do thoja, unë të fort, po të nevojshme Shtetet e Bashkuara se çfarë. Ndërhyrje të dur. Brutale, ishte e fortë, ishte diplomatike. Ashtu duhet pra. Ishte 1, 2, 3. Po, se nga shkrimi ytë nuk na duan herojt. Kosovës nuk i duan heroj. Pas kuj si duhen, po sidomos Kosovës. Shiko, nuk mund të mohojmë dhe nuk mund të lëmë njanë se diçka po ndodh. Dhe ajo çfarë po ndodh është ndryshe nga çka ndodhur deri më sot në raport me Kosovën. Dhe ajo çfarë po ndodh me Kosovën ka të bëjë me angazhimin përsëri me angazhimin amerikan. Amerika është krejtësisht angazhuar tashmë përfundimisht. Kush kujtoj që Amerika se ka mendjen e Kosova? Pikërisht. Vëmre, jemi të mendshëm si është angazhuar Amerika kaq fuqishëm sa asnjëherë. Madje as në Rambuje nuk ishte angazhuar sa që është angazhuar sot për Kosovë. Cilë është angazhimi? Mos harrojmë një gjë. Ambasada amerikane në Kosovë tha ne duam një lider tjetër, duam një partner tjetër, i cili e kupton interesin ton të paqes në rajon. Domethënë, ky nuk vlen dhe nuk mund të jetë e parë. E dyta, James Rubin është një faktor amerikan. Ka marrë të flasë me lejen e Departamentit Shtetit. Ajo ishte mbrojtja e fuqishme Amerikës për udhëheqjet e UÇK-s. Do me thënë për Kosovën. E dyta, e treta, Europa, e cila ka gabuar rrallatarisht shumë në raport me gjykatën speciale, dhe në raport me Kosovën dhe në raport në racën shqiptare, në vitet e asaj lufte, ka gabuar aq keq, aq shëmtim, aq e rëndë ka qenë sa që është domosdoshme kthimi tek korrigjimi. Aq më tepër kur Shqipëria po bëhet gati të hyjë në Bashkimin Evropian, nuk mund të jetë Shqipëria në Bashkimin Evropian dhe ata të jenë në të njëjtën tribunë me shqiptarë të cilët janë akuzuar në mënyrë aq monstruoze dhe në mënyrë aq banale prej tyre. Një arsyetim tjetër i asaj që çfarë po ndodh, po ndërtohen ekuilibra të tjerë. 5 vjet i harxhoi në 5 vjet të burgut atyre, kur të ishte në pushtet. Janë 5 vjet me 5 vjet. 5 vjet në burg, 5 vjet në pushtet. Nuk ka më tej. Tani, duhet 5 vjet në burg ky Kurti, në thonjë, do të thënë 5 vjet ose 50 vjet të largohet në pushteti dhe kthimi i Hashim Thaqit në krye të politikës së Kosovës është një domosdoshmëri, është një fat, është një faktor. A kjo nuk është dakord? A kjo dakord, po unë nuk po të them se të jemi dakord të gjithë. Dëgjoj, unë nuk e përfituroj si kthimi më lehtë, unë nuk e përfituroj si kthimi në një të glorifikuar i për arsye të vuajtjeve. Është i vetmi politikan që ka respektuar, ka kuptuar se çfarë është Kosova në raport me aleatët e mëdhenj, në raport me Amerikën, dhe ka kuptuar se si qeveriset konkretisht. Albin Kurti e ktheu Serbinë thjesht në regjim. Domethënë, gjithë kosovarët sipas Kurtit duhet zgjohen në mëngjes dhe të shikojnë çfarë thot Serbia për ne sot. Okej, dhe ke drejt, në fakt, ne duhet të kthejmë kokën, të shohim në mëngjes dhe të shohim nga perëndimi. Pikërisht, ai ka thënë kokën nga Aki, ti the që Kosova është një shok. Shok ideologjik, shok politik, por jo vetëm, edhe shok kur ti shikon që del Amerika që të ka krijuar, të ka rilindur më saktë, dhe thot ky kryeminist duhet ikë se përndryshe unë do t'ju izoloj, sigurisht është një shok. Dhe do kemi zgjedhjet lokale në dhjetor, me gjas do të ketë zgjedhjen në mars, zgjedhjet parakoshme, kemi zgjedhjen e presidentit të ri, pra ka edhe një kalendar politik Kosova normal dhe t'imponuar nga ngjarjet. A mendoni, ju ta përmendet pak më herët faktin që temi elektorati kosovar i dha një vot 51% në zgjedhjet e parafundit temi vetëvendosjes dhe Kurtit me idenë që nuk ka rëndësi, është një farë mënyre si vota e shqiptarëve në të dyshim. Majta zjatas votuan për ndryshim, sepse donin diçka të re, e cila nuk ndodhi, për fat keq për kunrazi e tha dhe ju tani kemi hapa pas, kemi kthyer pas në Kosovë. Mendoni që do jetë kohë mjaftueshme që temi
elektorati i Kosovës të reflektojë mbi këto zhvillime, do thoja unë, edhe dramatike dhe historike. Elektorati është në një presion të jashtëzakonshëm. Është presioni i diskursit të mbrëmshëm që Kurti ka krijuar me propagandën e fuqishme për brenda dhe ndikimin nëpërmjet diasporës e cila kontrollon një numër të madh votës për shkak të ndikimit financiar që ka. Dhe në anën tjetër kemi mbetjet e atyre qeverive të Thaqit edhe të Isa Mustafës që kishin orientu Kosovën në një diskurs përplasës. Tani, pse Kurti është keq, nuk mund të harrojmë që kemi pas probleme të jashtëzakonshme. Vetë Rubin në një moment kishte thënë që ju të luftës shkoni se ka përfunduar koha juaj. Do të thotë tentimi për të rikthyer në një fazë të harxhuar, të konsumuar politike është gabim fundamental. Unë mendoj që depërtimi do ndodh pikërisht për shkak të keqkalkulimit të Kurtit. Kurti me 12 tetor do i bien gjitha maskat në veri, sepse Kosova duhet të funksionojë si shoqëri demokratike dhe kryetarët serb do të kthehen në komunat në veri dhe populli shqiptar do të kuptojë që gjithë kjo manipulim i Kurtit në veri ka ndodhur për të shtrirë e për të manipuluar pjesën e jugut. Nuk ka ndodhur për veriun, sepse realitetin veri do kthehet në momentin kur kryetarët serb në 12 tetor do marrin pushtet atje dhe me marrëveshjet që kanë me Bashkimin Evropian do vendosin edhe për komandantët e policisë dhe do i kthehen strukturave. Kjo është mirë, është keq, mund të qirremi ditë e natë. Ky është funksionimi kushtetues i Kosovës dhe duhet ta pranojmë përveç nëse Kurti mendon se duhet ta mbajmë me njësi speciale veriun, që nuk ka shtet në botë që mund ta mbajë demokracinë me Nuk e kisha paragjykuar, në një përplasje të mundshme nuk e kisha paragjykuar poshtë në FSK-s. Ka thënë Kurti. Po, ideja kjo